Tash po thojnë, bën mja votu presidentin që e propozon vetëvendosja. Po ku ketë ju deri tash? Problemi është që kjo e koncentron pushtetin të Albin Kurti dhe ai ka dy synime. Kapjen e kryeprokurorit shtetit dhe zgjedhjen e 7 gjyqtarëve nga 9 që i ka gjykata kushtetuese, 2 aktualisht e 5 në gushtin e vitit tashëm e përfundojnë mandatin. Qysh edhe pesheni, në mënyrë simbolike, ja kemi pru kartelen e antarësisë kryetarit të Partisë Demokratike, zotrit Bedri Hamza. Ajo që ka ndodhur pas procesit zgjedhor të 28 dhjetorit është që një opozitë, e cila ka duhet ishte formale bile në kuvendin e Kosovës, është shndruar në deg të vetëvendosjes. Dhe kjo tregon që Kosova është seriozisht e rrezikuar në rrafshin e demokracisë dhe jo vetëm. Që për një vit këto parti as nuk janë taku me Albin Kurtin, e as nuk janë taku me vetë me bërë qeverinë. Pas një viti, nën pretekstin se Kosovës nuk i vijnë mos zgjedhje, tash po thojnë, bën mja votu presidentin që e propozon vetëvendosja. Po ku ketë ju deri tash? Pse na çu 2 herë vitin e kaluam zgjedhje? Pse s'u bot bashkë as LDK PDK e as me Albinin Kurnioni? Qysh është e mundshme që s'bën Albulena Haxhiu për kryetarët kuvendit që i takon edhe me kushtetut në herën e kaluame, po bën mja zgjedh presidentin që don Albini? Kjo është mi shërby totalisht 2 seneve. Koncentrimit absolut të pushtetit Albin Kurtit dhe interesave të ngushta partijake. Nuk është problemi i emrave. Problemi është që kjo e koncentron pushtetin të Albin Kurti dhe ai ka 2 synime. Kapjen e kryeprokurorit shtetit dhe zgjedhjen e 7 gjyqtarëve nga 9 që i ka gjykata kushtetuese, 2 aktualisht e 5 në gushtin e vitit tashëm e përfundojnë mandatin. Vjosa Osmani është presidenti i parë në historinë e Republikës Kosovës dhe të rajonit e Ballakisë dhe të Evropës, që nuk ka emëruar kryeprokuror shtetit për më shumë se 4 vjet. Kjo duket një lajm kurrgjo, po për me funksionu një shtet normal demokratik, institucionet e pavarura duhet të qenë kompletuar. 4 vjet s'kemi kryeprokuror. Dhe kjo është bakshish. Ne e dim çka don Albin Kurti, po nuk guxojmë i shërby atij. Edhe në fjalit fundit. E di që në fund PDK-ja nuk rrenë sallë, se rrenë LDK-ja, se rrenë PDK-ja, se rrenë LDK-ja. Me aktin që i kanë shku, me e taku, me normalizu, e kanë kriju precedentin dhe pritjen që tash duhet me zgjedh presidentin. Kështu që s'ka rëndësi a voton në fund. Tashmë ja kanë lehtësu për me shku atje. Që ky është një problem serioz, prandaj më mirë është mua antarësu krejt në vetëvendosje dhe dijmë që është veç një parti. Se kjo veç po na lën mundësinë me u do këtu që ka demokraci në Kosovë, në fakt kuvendi i Kosovës nuk është u shndruar më në kuvend pluralist me parti ndryshme, është u shndruar në kuvendin e vetëvendosjes. Sepse vetëvendosja pe zgjedh kondon. Këta veç minimojnë aty për mu dok sharmi i demokracisë. Ne jemi kundër kësaj forme, do të angazhohem çdo ditë më shumë kundër saj.